inspirimit, gjatë edukimit, po me qenë Në praninë një numri të madh imamësh të komunës së Prizrenit, ku ishin edhe kryesia e Bashkësisë Islame të Prizrenit, profesor Dr. Hafez Hajredin Hoxha, sot ka mbajtur një ligjëratë me imamët e Prizrenit për avansimet që duhet bërë në Islam, dhe po kështu që Islami kërkon përditësime edhe nga imamët Islam. Ai me këtë rast për këtë takim për televizionin Besa ka dhënë një intervistë ku mes tjerash tha se në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Kosovës dhe Miftiu Naim Tërnava kemi filluar të takojmë imamët dhe të mbajmë nga një takim me intelektualët islam që të përditësojmë edhe dijen që duhet të ketë sipas Islamit. Ajo tha se Islami duhet ditur se është i bazuar mbi 7 rregullat islame dhe pastaj vazhdoi. Ky trajnim i parë këtij llojit, trajnim profesional, vjen me iniciativën e Bashkisë Islame Kosovës, me iniciativën dhe bashkëpunimin tonë me muftion ton Naim Efendi Tërnavën, në kuadër të institucioneve tona, po, të rrethinës së Prizrenit, dhe është trajnim i parë i këtij llojit, ku e kemi problemin kryesor në mesin ton, çfarë Islami po prezantohet dhe çfarë kërkohet. Me këtë trajnim kemi diagnozuar gjendjen tonë dhe kemi fokusuar në pikat shumë të rëndësishme që duhet të përditësohen informatat dhe informacionet e hoxhallarëve, shërbyesve të dinit islam, të jenë të përditësuar, të ecin me kohën, ta përdorin teknologjinë dhe inovacionin e prezantimin e islamit, që ju bëjmë balë sfidave aktuale, ideologjike, sekulare, me profesion, me fjalë të mira, me prezantim që Allahu na ka treguar në Kur'an, që ky prezantim profesional, prezantim i mirë, kjo ndikon pozitivisht në zemrat e popullit, zemrat e dëgjuesve, pa dallim race, ngjyre dhe feje. Prandaj, është imperativ kuranor, është imperativ akademik dhe fetar, që kriteret e diskursit fetar të korrigjohen, të ngritemi më lart, të jetojmë me librin, të bashkohemi, të punojmë në frymë unitetit dhe të institucionit dhe të ekipit dhe të debatojmë gjanat globale, rajonale, po lokale, individuale, sociale, që feja islame i ka shpallur në Kur'an në këto 7 sisteme. Sistemi akaidologjik i besimit, sistemi moral etik, sistemi familjar, sistemi social, sistemi ekonomik, sistemi politik dhe sistemi vakufeve. Mbi këto 7 sisteme është kurdisur shariati islam. Prandaj kemi një fe të shpallur nga Allahu xhaleshanu, që na thret për dialog, që na thret për paqe, që na thret për mirëjetesë, që na thret për një gjallëri, për një reformë shpirtërore, për një reformë etike morale, që sot na mungon shumë mesin ton, mesin e rinisë, mesin e vajzave të reja, djemve të ri, po edhe mesin e intelektualëve. Prandaj sfidat i kemi të mëdha, po me këto trajnime, me këto seminare profesionale për imamët, për shërbyesit e dinit islam, na mundemi me i tejkalu këto sfidat që sot jemi duke u ballafaquar me ta, sidomos në debate televizive. Është ka bërë një sulm i papar ndaj islamit, po që kjo duhet të luftohet në mënyrë mediatike, në mënyrë shkencore, në mënyrë të dialogut, me tregu që islami është i lartë dhe i pastër nga këto kritikat që sot na bëjnë të tjerët. Kursa i me këtë rast ka bërë një apel që studio televizive dhe mediat, nëse duan të dinë fatin e muslimanëve në studio, duhet të marrin intelektual që ka njohuri lidhur me këtë temë, e jo të mirë me personat jo kompetent. Mesazhi im për moderatorët e debateve televizive, që ata po interesohen shumë për numrin e muslimanëve në Kosovë, a është në rritje apo është në zbritje, në reduktim apo në zmadhim, në shtim, çfarë tematika të debatohen, mesazhi im për ata është që t'i thrasim për njerëzit profesional, njerëzit të koordinojnë thirrjet e tyre me Bashkinë Islame të Kosovës dhe të jenë njerëz me tituj akademik shkencor dhe të vinë ta prezantojnë islamin ashtu si kërkohet. Jo çdo kush të flet për islamin dhe në emër të islamit. Imamët nga ligjërata që patën thënë se janë të kënaqur shumë në këtë takim me imamësh në Prizren.